Gabimi numër 2, ti nuk ke kohë të çosh biznesin tënd në next level. Kur flas për biznesin tënd, flas edhe për punën tënde si profesionist i lirë. Pse? Sepse ti je gjatë gjithë kohës i mbytur me takime, me punë operacionale, je gjatë gjithë kohës i mbytur me urgjenca, alarmod. Dhe çfarë ndodh? Ti nuk ke kohë të çosh biznesin tënd në next level. Pse? Sepse ti nuk e shikon big picture. Po si e shikon vetëm kështu. Hey, çfarë do bëj sot? Hey, çfarë do bëj nesër? Hey, shiko, kujdes vetëm. Dhe ti je gjatë gjithë kohës në zonën e zjarrit. Ajo që unë e them është ti je një zjarr fikës në biznesin tënd. Zjarr fikës. Ti e ke mendjen vetëm të shuar zjarre, edhe çofësh o bo. Edhe ti asnjëherë nuk e luksin që ta shohësh biznesin në big picture, ta shohësh nga lart, ta shohësh këtu. Edhe tush, si ta çojmë biznesin në next level? Pra ti nuk gjen kohën, nuk është se s'ke kohë. Kujdes, koha barazi me prioritet. Mbaj shënim të. Koha barazi me prioritet. Nëse ti nuk gjen kohë, të jemi të sinqert, nuk e ke prioritet. Sepse nëse ti do i kishe prioritet, do i gjeje kohën për njerë. Këtë unë po të sfidoj. Mendo pak për veten tënde, mendo pak për veprimet, ato gjërat më të rëndësishme në jetën tënde. Mendo pak. A do gjeje ti kohë? Në qoftë se vajza jote do të kërkonte dhe do të thoshte, "Hey babi, shiko se", ti do lihet çdo gjë dhe do ta bëje. Nëse djali yt do ishte në vështirësi, do ishte në humner, duke u kapur aty te humnera, duke u kapur, "Hey babi, më shpëto", nuk do i gjeje ti kohën, do i gjeje patjetër. Nëse se klienti yt high ticket, klienti yt i madh, do vinte dhe do thoshte, "Hey, shiko, hajde se kam nevojë për ndihmë", patjetër që do i gjeje. Nëse se ti ke një produkt, le të themi 1000 euro, dhe vjen një klient dhe thotë, "Shiko, unë duaj 100.000 euro shërbim nga ty", a do i gjeje ti kohën? Kjo është pra ajo që po them. Në momentin që ti nuk gjen kohë, mba mend, do të thotë që po të tregon, "Hey, hello, nuk e kam prioritet. Jo se s'ke kohë, por thjesht nuk e ke prioritet. Kështu që mbaj shënim, gabimi numër 2. Ti nuk gjen kohë për të çuar biznesin tënd në next level.